Mirëmëngjes, shikues të nderuar, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë ditën e sotme për të njohur me disa prej ngjarjeve më kryesore të orëve të fundit në vendin tonë dhe jo vetëm. Në këtë moment do të jemi me një konflikt të rindezur në orët të fundit ku Izraeli nisi atë që e quajti një sulm parandalues kundër Iranit të shtunën në mëngjes, sipas ministrit të mbrojtjes atje, ndërkohë që në të gjithë vendin u shpall gjendja e jashtëzakonshme. Qeveria shpalli gjendjen e jashtëzakonshme atje për shkak të pritjes së akmarrjes iraniane me drone dhe raketa balistike. Nga ana tjetër, sulmi i Izraelit ndaj Iranit të shtunën në mëngjes ishte e koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha një burim për CNN. Sipas CNN, është e paqartë që në këtë fazë të hershme nëse ishte një sulm i njëanshëm i Izraelit apo nëse edhe SBA mori pjesë në këtë sulm. Sulmi izraelit shënjestroi raketat balistike dhe lëshuesit e raketave, të cilat Izraeli i ka më parë dhe i ka cilësuar si një kërcënim serioz, ndërkohë nga ana tjetër Izraeli mbylli hapësirën ajrore, tha Ministria e Transportit, pasi vendi kreu sulme ajrore ndaj Iranit. Komanda e frontit të brendshëm të Izraelit urdhëroi publikun të kryejë vetëm aktivitete thelbësore në të gjithë vendin pas sulmeve ajrore ndaj Iranit. Kufizimet e shpallura rishtazi ndalojnë tubimet politike, shkuarjen në punë, si dhe shkuarjen në shkollë. Me përjashtim bëhet për ata që Izraeli e quajnë sektor të jashtëzakonshëm.